Nëse po e shikon këtë video tani, nuk është rastësi. Zoti po të tregon se nuk je vetëm. Një shenjë e parë po shfaqet për ty. Një dritë e butë që depërton nga qielli dhe ndriçon rrugën tënde. Në mes të jetës së përditshme, një shenjë tjetër shfaqet. Një zog i bardhë fluturon mbi ty, duke të kujtuar se paqja dhe shpresa janë gjithmonë pranë. Kur ndihesh i humbur, shenja e tretë vjen nga mali më i lartë. Një rreze e fuqishme e diellit depërton mes rreve, duke të treguar se Zoti po të udhëheq drejt dritës. Shenja e katërt të fton të ndjekësh rrugën tënde shpirtërore. Një rrugë e mbushur me yje ndriçon natën dhe të tregon se drita e Zotit gjithmonë të shoqëron. Kur ndihesh i lodhur, shenja e pestë të sjell qetësi. Një lum i qetë reflekton dritën hyjnore, duke të kujtuar se gjithçka është pjesë e planit të Zotit. Ndonjëherë, shenja e gjashtë vjen direkt tek zemra jote. Një ndjenjë paqeje dhe udhëheqjeje e thellë të mbush, duke të treguar se nuk je kurrë vetëm. Shenja e fundit është ajo që shumica e njerëzve e injorojnë. Një figurë hyjnore shfaqet në horizont, duke ndriçuar rrugën tënde dhe duke të treguar se gjithçka do të jetë mirë në fund.